Shumë njerëz mendojnë se për të ndjerë më shumë energji pozitive apo magji në jetë, duhet të bëjnë gjëra të mëdha, udhëtime shpirtërore apo rituale të ndërlikuara. Por e vërteta është që magjia, energjia pozitive jeton në gjërat e vogla të përditshme. Faktikisht çdo ditë kemi mundësi të japim jetës son më shumë dritë, qetësi dhe bukuri. Thjesht duke bërë gjëra të vogla, por me vetdije. Unë jam Ada, jam terapiste holistike. Dhe sot do të ndaj me ju mënyra të thjeshta për të sjellë më shumë energji pozitive dhe magji në jetën tuaj të përditshme. 1. Fillo ditën me një qëllim. Shumica e njerëzve hapin syt në mëngjes dhe menjëherë kapin telefonin. Apo menjëherë i hyjnë rrugës së informacionit, dëgjojnë lajmet, gjëra të tilla. Por mënyra se si fillon ditën tënde përcakton energjinë e gjithë ditës. Kështu që para se të hapësh telefonin, merr 1 minutë, ulë në shtrat, vë duar mbi zemër dhe thuaj: sot zgjedh të sjell dritë, qetësi dhe hapësirë për energji pozitive në jetën time. Një fjali kaq e vogël vendos tonin për të gjithë ditën. 2. Vendos një qëllim në kafen e mëngjesit. Unë këtë e bëj absolutisht çdo ditë. Një nga ritualet më të bukura është të vendosësh një qëllim tek pijet e tua, dhe sidomos tek pija e parë e mëngjesit. Nëse nuk është kafja pija e parë, atëherë ujë apo çfarëdo lloj gjëje që pi në mëngjes. Qëllimi im personal, ajo që unë them kur unë marr kafen e mëngjesit, është vetëm gjëra të mira vinë në jetën time, apo vetëm e mira vjen në jetën time. Me sy të mbyllura, duke shijuar atë që them për disa sekonda. Por shumë mirë mund të thuash, mund të bash kafen ndërmjet duarve dhe të thuash: kjo kafe më mbush me energji pozitive për ditën. Pije ngadalë duke ndjerë se po thith jo vetëm shijen, por edhe qëllimin që i ke vendosur. Ky gest i vogël kthen një moment të zakonshëm në një çast magjik. 3. Mirënjohja e vogël. Të gjithë kemi në jetën tonë gjëra që nuk shtojnë siç duhet. Por megjithatë mund të gjejmë gjëra për të cilat i jemi mirënjohës. Dhe faktikisht mirënjohja është një nga mënyrat më të fuqishme për të ndryshuar energjinë. Zgjidh 3 gjëra të vogla për të cilat je mirënjohës sot. Mund të jetë aroma e kafes, një mesazh i ngrohtë, ajri i freskët, trupi yt. Kur fokusohesh në këto gjërat e vogla, hap dyert për më shumë dritë e mirësi që të hyjnë në jetën tënde. 4. Bëu e vetëdijshme për fjalët që përdor. Fjalët janë energji. Ato krijojnë vibrim në trupin dhe mendjen tënde. Kështu që vëre si flet me veten gjatë ditës. Për shembull, në vend që të thuash: s'poja dal dot, provo, po bëj më të mirën time sot. Në vend të thuash: jam e lodhur, provo, trupi im po kërkon pushim dhe unë do e dëgjoj, apo po e dëgjoj. Çdo fjalë është një formë magjie që të hap ose të mbyll dyert. Zgjidh fjalët që të hapin dyert. 5. Një ritual goxha i fuqishëm që e di që shumë prej nesh nuk e bëjnë është të shkruajnë një letër energjisë pozitive. Tani unë them energjia pozitive sepse nuk e di se në çfarë beson ti. Mund të jetë Zoti, universi, çfarë do lloj gjëje në të cilën ti beson. Shkruaj çfarë ti dëshiron që të vijë në jetën tënde. Shkruaj si ndihesh, për çfarë je mirënjohëse, për çfarë ke nevojë, dhe mbylle me fjalët: e dorëzoj këtë me dashuri dhe besim. Dhe vendose poshtë të disa net. Është një mënyrë për t'i thënë universit: jam gati të pranoj, jam e hapur që të pranoj gjëra pozitive të vinë në jetën time. Dhe me qenë se jemi në temën e letrave, atëherë pse nuk i shkruan vetes disa letra të vogla me fjalë dashurie dhe mbështetjeje për veten. Je mjaftueshme, je e bukur, je e mirë, je në rrugën e duhur, po bën më mirë se mendon, po ja del, do t'ja dalësh, çfarë do lloj gjëje për të cilën ke nevojë, çfarë do lloj gjëje që ti dëshiron që të tjerët të ta thonë. Shkruaja vetes dhe vendose në xhepa, në çanta, në vende të ndryshme dhe harroj. Për shembull, tani që është
dimër të themi, këto letra i vendos te një xhaket që e vesh në pranverë. Imagjino kur ti gjesh një ditë të rastësishme, sepse e ka harruar, kur të gjesh të letër me ato fjalë dhe do të kujtojnë fuqinë dhe dashurinë tënde. Imagjinoje se sa mirë do ndihesh kur ta gjesh të letrën. 7. Fol me hënën dhe yjet. Kur ishim të vegjël e bënim këtë, sepse besonim tek magjia më shumë se sa tani që jemi rritur. Po nëse kthehemi prapë tek ai, tek ato momentet e bukura kur flisnim me hënën dhe me yjet. Kështu që në netët me hënë, dil jashtë për pak minuta, shiko hënën, yjet, qiellin dhe fol me to si me miq të vjetër, sepse faktikisht kanë qenë aty që në momentin që ti ke lindur. Thuaj çfarë dëshiron, thuaj çfarë dëshiron në jetën tënde, çfarë dëshiron të lëshosh, çfarë do të krijosh. Ky akt i thjesht të lidh me natyrën, me ciklin e jetës, me diçka më të madhe se vetja. Energjia e hënës ndihmon për qartësi, falje dhe rigjenerim. 8. Përqafo një pemë, lidhja me natyrën. Kur ndihesh e lodhur ose e mbi ngarkuar, dil në natyrë. Ec zbathur në tokë nëse është e mundur. Prek gjethet, përqafo një pemë. Trupi ynë ka nevojë për kontakt me energjinë e tokës. Ne nuk jemi bërë të jetojmë në mënyrën se si jetojmë, ne jemi bërë që të jetojmë në natyrë. Natyra na stabilizon, na pastron, na qetëson, na sjell prapë në qendrën tonë. Edhe 5 minuta në natyrë janë shërim, nëse nuk ke shumë kohë. Kështu që sot shko te liçeni, nuk e di se ku, dhe përqafo një pemë dhe qëndro ashtu pa e vrarë mendjen se çfarë do thonë njerëzit. 9. Jepi një kuptim bizhuterive që vesh. Bizhuteritë që mbajmë mund të bëhen amulete të vogla energjie. Zgjidh një unaz, një varse, një bërzylyk ose orën dhe vendosi një qëllim. Kjo më kujton qetësinë time. Kjo më mban të lidhur me dashurinë. Ose ndoshta e ke atë bizhuteri dhurat nga dikush. Lidhe qëllimin me diçka dhe çdo herë që e prek, e aktivizon sërish atë qëllim. Kështu që çdo ditë faktikisht mban me vete një fije të vogël magjie. 10. Ritual i vogël për mbrëmjen. Po aq i rëndësishëm sa fillimi i ditës është edhe mbyllja e ditës. Përpara gjumit, mbyll syt dhe kujtoj një moment të bukur nga dita. Thuaj me vete, faleminderit për këtë ditë. Unë e lëshoj gjithçka tjetër dhe i hapem gjumit në paqe. Ky ritual i thjesht i tregon sistemit tënd nervor që dita ka mbaruar dhe tani është koha për rekuperim. Dhe e fundit, dhe preferuara ime do thoja, netët me hënë të plot. Në këtë net vendos kristalet që ke në dritare për të fuqizuar nga energjia e hënës së plot. Gjithashtu vendos një gotë me ujë në dritare apo në balkon. Energjia e hënës së plot do të kalojë te uji dhe më pas kur ti ta pish ujin tek trupi yt. Unë këtë e bëj absolutisht çdo natë me hënë të plot. Jo vetëm për vete, por edhe për djalin tim, i cili, meqense është i vogël, më pyet çdo mëngjes kur unë jap ujin, nëse ky është ujë hëne apo jo. Pra është një mënyrë se si ne sjellim magji pozitive normalisht, në jetën tonë dhe në jetën e njerëzve që duam. Pra, për t'i përmbledhur. Fillo ditën me qëllim. Vendos një qëllim në kafen e mëngjesit, praktiko mirënjohjen e vogël, fol me fjalë që të mbështesin, shkruaj letra dashurie për veten, shkruaj një letër universit apo Zotit, fol me hënën dhe yjet, përqafo pemët, lidhu me natyrën, jep i kuptim bizhuterive që vesh, mbyll ditën me një ritual qetësie dhe e fundit vendos një gotë ujë në dritare, netët me hënë të plot. Energjia pozitive nuk është larg. Ajo jeton në gjeste të vogla, në mënyrën si e prek jetën tënde çdo ditë. Kur fillon t'i bësh gjërat me dashuri, me prani, me qëllim, dhe duke qenë e pranishme, duke qenë e vetëdijshme në çdo gjë, jeta fillon të përgjigjet me dritë. Provoj një apo disa nga këto sot dhe shishto se si me kalimin e kohës energjia jote ndryshon.
Nëse kjo video të frymëzoi, ndaj përvojën tënde në komentet poshtë dhe mos harro të abonohesh për më shumë praktika shëruese dhe rituale çdo javë.